Në San Demetrio Korone, në zemër të komunitetit arbëresh, është zhvilluar konvent arbërore, një aktivitet që u shndrua në një moment të rëndësishëm bashkimi për shqiptarët kudo që ndodhen. Një ditë krejt shqiptare në Kalabri, ku përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut u mblodhën pranë arbëreshërve, duke forcuar lidhjet historike dhe kulturore përtej Adriatikut. Pjesëmarrja e një pasardhësi të familjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut i dha kësaj ngjarje një simbolik të veçantë kombëtare. Mikpritësi i aktivitetit ishte kryetari i komunës Ernesto Madeo, ndërsa delegacioni shqiptar i kryesuar nga prefekti i qarkut Tiranë Shkëlqi Majdari solli në skenën e teatrit të sapo pruruar një atmosferë festive përmes programit artistik të pasur. Artistë të njohur si Fatos Qerimi së bashku me orkestrën e Sigal dhe grupe të tjera nga trojet shqiptare performuan në një spektakël që ndezi skenën e teatrit arbëresh. Gëzim i madh për una felicità, grande felicità per la comunità degli Arbëresh, per il teatro che si è inaugurato oggi. Dhe dy gëzime të tjera që presim në muajt në vazhdim. Falë bashkëpunimit të kryeministit Rama dhe kryeministrës Meloni, jemi drejt finalizimit të një projektit madh i cili bën pjesë të pasurisë botërore të UNESCO-s, të gjithë historinë, kulturën, dogët dhe zakonet e arbëreshëve në Kalabri. Një vëmendje të veçantë ju kushtua dhe kontributi të botuesve të gazetës Alpet Shqiptare, Ramiz dhe Arbër Lushaj, për organizimin dhe mbështetjen e aktivitetit. Sipas Hajdarit, kulmi i kësaj ngjarjeje ishte prezantimi i projektit për kthimin në muze kombëtar të shtëpisë së lindjes së poetit Rilindas, Jorin Derrada. Projekti parashikon një sër procedurash, nga blerja e banesës, restaurimi dhe deri tek transformimi i saj në një muze dinjitoz që do të ruajë trashëgiminë shqiptare në Kalabri. Për realizimin e kësaj nisme është ngritur një bord i posaçëm me përfaqësues nga Shqipëria dhe diaspora, i cili ka nisur menjëherë punën për sigurimin e fondeve, si dhe për organizimin e një simpoziumi në Tiranë mbi jetën dhe veprën e Derradës. Konvent arbërore në Kalabri shënoi një hap konkret për forcimin e dinjitetit dhe bashkëpunimin kulturor mes shqiptarëve brenda dhe jashtë kufive.